Dolçe sheh Limin duke u puthur me Albën. Skena i bie si një goditje e papritur dhe ajo ndalet në vend, sikur për disa sekonda nuk arrin të kuptojë çfarë po sheh. Syt I mbushen menjëherë me lodh dhe fytyra I ndryshon, duke treguar dhimbje, shgënjim dhe tronditje të thellë. Dolçe largohet disa hapa më tej, duke u përpjekur të mbajë veten, por emocionet janë shumë të forta. Lotët fillojnë t'i rrjedhin pa pushim dhe zëri I saj dridhet ndërsa përpiqet të flasë. Ajo thot se nuk e priste kurrë ta shihte Limit në atë moment kaq afër me Albën dhe se kjo pamje e ka lënduar më shumë nga sa e kishte imagjinuar. Ndërsa qanë, Dolçe shpreh hapur ndjenjat e saj për Limin. Ajo thot se ende e do dhe se pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur mes tyre, zemra e saj nuk ka arritur të shkputet. Fjalët I dalin me vështirësi, mes lotëve dhe frymëmarrjes së rënduar, por emocionet e saj janë të qarta dhe të sinqerta. Ajo vazhdon të flasë për shpresën që ende mban brenda vetes. Dolçe thot se mendon se ka ende një shans për të dhe Limin, nëse ai vërtet e do ajo shprehet se nuk do të dorëzohet lehtë dhe se beson se ndjenjat e tij mund të mos jenë zhdukur plotësisht. Çdo fjalë e saj është e mbushur me shpresë dhe dhimbje në të njëjtën kohë. Banorët e tjerë e vërejnë gjendjen e Dolçes dhe atmosfera në shtëpi bëhet edhe më e rëndë. Disa I afrohen në heshtje, disa e shikojnë nga larg, duke kuptuar se ajo po kalon një moment shumë të vështirë emocional. Lotët e saj dhe mënyra si flet për Limit e bëjnë situatën edhe më dramatike. Dolçe vazhdon të qajë dhe të flasë për ndjenjat e saj, duke thënë se nuk është e lehtë ta shohë njeriun që do në krahët e një tjetër. Ajo e pranon se është e lënduar, por gjithashtu thot se nuk e ka humbur besimin. Për të, gjithçka varet nga ajo nëse Limi e do vërtet apo jo. Ndërkohë, Limi dhe Alba janë ende në qendër të vëmendjes dhe kjo e bën dhimbjen e Dolçes edhe më të madhe. Ajo ndjen sikur po përjashtohet dhe sikur po humbet diçka shumë të rëndësishme për të. Lotët nuk ndalen dhe emocionet e saj dalin hapur, pa asnjë filtër. Ky moment zgjet për shumë minuta, mes të qarave, deklaratave emocionale dhe heshtjeve të rënda. Dolçe mbetet e përfshirë në ndjenjat e saj, duke u përpjekur të mbajë shpresën gjallë dhe duke besuar se mund të ketë ende një shans për të dhe Limin. E gjithë kjo skenë shndërrohet në një nga momentet më të ndjera dhe më dramatike brenda shtëpisë, duke mbajtur vëmendjen e shikuesve për më shumë se 5 minuta, me emocione të forta, lodh dhe tension që ndikojnë thellë në marrëdhëniet mes banorëve.